Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, I cili na I lehtësoi dhe na mundsoi ta përjetojmë dhe këtë ditë madhështore, dhe lutim Allahun Azza wa Jalla që Allahu ibadetin e kësaj dite nga ne Allahu ta pranon. Kohën e Imam Malik, imami I qytetit pejgamberit Allahut, ishte duke mojt nasihat, duke tregu dhe ishin talebët prezent. Dhe njoni vjen të dera dhe thot se në Medine e kanë sjell një elefant. Dhe kej xhamati qohët del jashtë me këshir elefantë. Përveç se njoni kanë quajtun Yahya ibn Yahya al-Laythi, ka nejtë s'ka dal jashtë. Kush e kalon atë Ferrari të dera? I kujtan shaj? Dilni këshirën. Pra Yahya ibn Yahya al-Laythi, I vetëmi talebe që qëndron pranë Imam Malik dhe nuk del me këshir elefantit. Dhe Imam Malik I thot, Yahya, pse ti nuk dole me këshiqu elefantin? Sikur që qërë talebe që dullën, si xhamati qëtër që dull, tha unë s'ka marrë me këshiqu në Medinë elefanta. Unë kam arë me ndëgju hadithet pejgamberit Allahut. E di çfarë ka ndodhur pastaj? Pastaj Imam Malik ka shkruajtur një libër, quhet libri Kitabul Muwatta. I ka përmbledh transmetimet që të ka transmetohet nga pejgamberi Allahut dhe sahabët shokët e pejgamberit Allahut. Pra I ka transmetu transmetimet që transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithë talebët që kanë qenë prezent, Imam Malik nuk dim për to asgjë përveç se transmetimi Yahya ibn Yahya al-Laythiut që ka transmetuar librin e Imam Malik. Bereqeti koncentrimit dhe përqendrimit në fenë Allahut Azza wa Jall vazhdon. E pastaj pa të shkruajt në kohën e Imam Malik shumë libra me njëjtin titull. Derisa transmetohet që njëri prej prisve I ka propozuar Imam Malik që t'i ndalon që libra të mësohet dhe vetëm libra ti. E Imam Malik e ka thonë një fjalë, ma kana lillahi ittasal wa ma kana li ghayri llahi inqata wa infasal. Ka thonë le të shkruajnë krejt se ajo që është për Allah ka imrin e gjatë, ajo që nuk është për Allah ka imrin e shkurt. Pra të vëllezër të ndershëm, atë që deshte me thonë se përqendrimi dhe koncentrimi dhe veprat që I donë Allahu Azza wa Jall nuk janë të rënda, po janë të lehta. Mirë po nuk I jepet suksesi çdo kujt. Parat një ndër hadithet më të çuditshme që kemi lexuar dhe kemi ndëgjuar është ky hadith I pejgamberit Allahut. Që pejgamberi Allahut I drejtohet të pranishmëve dhe I thotë: Ela unebbiukum bi khayri a'malikum. A keni dëshirë që njoftoj me veprat më të mira që ekzistojnë? Wa askaha inda malikikum. Dhe më të dashura te krijuesi juaj. Wa arfa'iha li darajatikum. Dhe vepra që më shumë t'ju ngrisin, ju lartësojnë në xhenet. Wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq.
dhe më e mirën për ju se sa me dhonë sadaka, lëmosh, dukat dhe argjend, wa khairun lakum, dhe më me vlerë dhe më e mirë se sa të ballafaqoni me armikun në dy luftime, të luftoni ju me ta, ti goditni ju ato dhe që goditin juve. Pra në këtë kontekst pejgamberi Allahut ka thonë sikurse a keni dëshirë të njoftoni me veprën më të dashur te Allahu Azza wa Jall absolute. Ka thonë po ja Rasulullah tregon, ka thonë përmenjë Allahut. Me përmenjën Allahut s'krahasohet asnjë send. Për atë pejgamberi Allahut kur binte shi, ç'a bante pejgamberi Allahut? Pejgamberi Allahut e zbulonte këmishën pjesën që kontakton me lëkurën, e shpaloste edhe lagte. E kur e pyetnin pejgamberin Allahut pse po bën kët, thonte për shkak se kishiu që po vjen është hadithu ahdin bi rabbi. Është më frikë që është taku me Zotin dem, prej lartë ka. E na më frikë që taku me Allahun a di kush? Mas frikë që ataku me Allahun Azza wa Jall, edhe është pjesëmarrës tash këtu. A di kush është që taku mas frikë? Është melekët. Thot pejgamberi Allahut se ka melaqe që zbritin kohën e jacijës. Këto janë ato të cilët janë taku masa afërmit, biseda e fundit Allahut Azza wa Jall me to ka qenë. Vinë kohën e jacijës që ndrojnë me njerëz deri në kohën e namazit sabahut. Dhe qertë që ndrojnë zbresin kohën e sabahut, kohën e sifyrit, dhe që ndrojnë deri në kohën e iftarit apo në kohën e jacijës. Ato që ndrojnë prej mëngjes, që kanë qëndru deri në jaci, në kanë vëzhgu. Dhe më interesant për gjithve që kam dëgju dhe kam lexu, është këtë dhe me këtam për përmbylli se kam fjallë shumë. Po mos me morë kohë, që thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim. Ilehi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Allahu Azza wa Jall në këtë kontekst, këtë ajet e ka dallu fjalën dhe veprën. Për fjalën, për dhikrin që e përmena që kjo e dashur të Allahu, ka thonë ngritet e Allahu vetë. Transmetoni Imam Mundhiriu i cili thot fjala që përmenet Allahu Azza wa Jall. Leximi Kur'an i Kerimit, ndëgjimi Kur'an i Kerimit, edhe shënohet në regjistrin e melekëve. Edhe këto melekë raportojnë te Allahu dhe i thojnë Allahu çish i gjetë robët e mi? Ato e thot i gjeta në namaz dhe i lash namaz. E jo i gjeta në kafeq dhe i lash në kafeq. I gjeta të pi duhan dhe i lash të pi duhan. I gjeta në ibadet dhe i lash në ibadet. Ata të cilët kanë qenë mas afërmi që janë taku me Allahun Azza wa Jall. Thot Imam Mundhiriu, thot fjala e njeriu dhikri përmenja Allahut ngritet lart në qiell. Me zonin e robit që e ka shqiptu. Dhe sillet rreth arshit Allahut Azza wa Jall në formë të bletës si sillet për rreth koshiqës. Thot subhanallah, elhamdulillah, Allahu Akbar ngritet lart. Edhe regjistruar edhe ngritur, ndërsa vepra nuk ngritet. Po vepra për të ngrit duhet shënohet dhe melekët duhen të ngritin. Para të Allahu ka thonë ilehi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Tek Allahu ngritet fjala vetë të përpjet. Wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Veprën e mirë duhet të regjistru për të ngrit. Para mendoni vëllezër se na sa se vape hubmi vetëm duke nejt kena mundësina me përmenë Allahut. Për këtë arsye kanë thonë se dhikri përmenja Allahut i ka 4 veçori që nuk i ka asnjë lloj ibadetit. E para për atinve, që i vetëmi dhikri që i vazhdon dhe pas vdekjes, edhe në xhennet përmenet Allahu. Ka thonë pse në xhennet përmenet Allahu? Se nuk ka mundësi njeriu të shijon lumturi dhe kënaqësi më shumë se me përmendjen e Allahut.
Dhe Allahu s'ka dash të robët e tij të privojnë nga kjo mirësi. Kënaqësia më e madhe është me përmend Allahu. Përmendja e Allahut në xhennet nuk është sikur në dunjë, është e inspiruar, sikur se njeriu që është inspiruar të morë frymë. Pra sikur që merr frymë e përmend Allahun Azza wa Jall. Para pejgamberi Allahut ishte ai I cili e përmendte Allahun Azza wa Jall në çdo gjendje. Pejgamberi Allahut vazhdimisht e përmend. Vetëm në një vend nuk e përmendte, edhe kur dilte pi atij vendi thonte o Zot na fal gufranek. Kur hinte tualet nuk e përmendte Allahun, kur dilte o Zot falna, për çka se kaluam disa çaste pa e përmend Zotin e vet. E me përmend ti Zotin tanë që shtu, përmendoje. Allahu të përmend tije. Kush ka dëshirë që Allahu të përmend atë, le të përmend Zotin e vet. Se kja dhikri që nuk ka ndërprerje dhe pas vdekjes vazhdon në xhennet, dhe nuk ka kënaqësi më e madhe se me përmend Allahun Azza wa Jall, dhe I vetmi ibadet që një lloj ibadetit e një gjymtyre si nuk lodhet kur. Me përmend Allahun me shka e përmend me gjumë. A lodhet dhe njerë gjumë? Me nis me fol njeri pin sabatet në akşam nuk lodhet. Do të po pushoj pak se jam lodh gjumë. Ke gjymtyret lodhet, gjuma nuk lodhet. E di pse s'lodhet? Se gjuma kriju me përmend Zotin tan. E sa me përmend? Ka thonë Allah, wadhkurullaha dhikran kathira. Përmend në Allahun Azza wa Jall shumë. Sa shumë pa mos. Sa të mush. Para të thonë të Ibn Abbasin, I vetëmi dhikër, I vetëmi ibadet, që nuk ka përkufizim, nuk ka form, nuk ka justifikim që njeriu nuk e ban, është përmendja Allahut. Sa përmend Allahun pa mos. Në çfarë gjendje? Allahun përmend në kam ulur në çdo gjendje që je. Dhe nuk ka justifikim, nuk arsyetohet njeriu nëse nuk e përmend Allahun Azza wa Jall. Kështu e pyetën pejgamberin Allahut, ja Rasulullah, na leni testament, na leni porosi, tha nëse mund me vdes dhe gjuha jote të jetë e njohur duke përmend Zotin tan. Kjo është ibadeti më I lehtë, më I dashur te Allahu. Mirë, po këta nuk ja mundson Allahu, vetëm atij që I jep Allahu sukses. Allahu na bën për atyre. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na shënon nga ata të cilët e përmendin Allahun Azza wa Jall shumë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.